Gora është një vlerë sakrahinore, aq edhe më gjerë në drejtim të pasurisë etnokulturore. Është një krahinë e vjetër e njohur për karakteristikat e saj formuese. Emri i kësaj zone ndeshet në histori, në rrëfime të dhëna gojore, por edhe shumë burime të shkruara. Krahina e Gorës ndodhet në verilindje të qytetit të Korçës, kufizohet në veri me krahinën e Mokrës dhe me rrethin e Gramshit, në lindje me fushën e Korçës, në perëndim me krahinën e Oparit dhe në jug me zonën e Vitkuqit. Krahina përshkohet nga lumi Devoll dhe nga rruga automobilistike Maliq-Gramsh, që ndjek shtratin e lumit duke e ndarë krahinën në mes. Kjo krahinë ka patur dhe ka në gjirin e saj njerëz të thjeshtë, të urtë, punëtor, bujar, advetar dhe arsimdashës, duke i sjellë bukurinë e një peizazhi natyrore turistik. Njerëzit e punës kuzen vend zejtaria, kushtet për jetesë, vend banimi dhe ushqimi, e detyronin fshatarin të zgjidhte dhe përpunonte të zhvillonte gjithçka sipas kushteve dhe nevojave që i paraqiteshin. Zanafillin e saj, zejtaria në krahinën e Gorës e ka në kohët e hershme. Nevojat për veshmbathje i detyronin fshatarët e kësaj zone të përpunonin leshin e lëkurën. Gjithashtu të ngrinte shtëpi dhe kasolle, të sajonte vegla pune e pajisje shtëpie. U krijua artizanati cilësor i përpunimit të qelingave, velenzave që tregtoheshin dhe jashtë vendit, të cilat patën ndikim të madh në fshatarësitë gorare si në pikpamjen ekonomike dhe në ato kulturore. Populli i krahinës së Gorës është i hershëm me rrjedhje brezash e vazhdimsi kombësie. Gjatë jetës së vet, plot luftra, vuajtje, gëzime e hidherime, i ka formuar kulturën e vet materiale e shpirtërore, nën bukurinë hyjnore që natyra i ka falur kësaj zone. Fshatrat e krahinës së Gorës kanë shtrirje të gjerë të vendosura rreth malish dhe kodrash të ndërtuara me shije, e sa më pranë vend burimeve në ujë. Shtëpitë janë grumbull përbërë njëra tjetrës, por si në çdo vend, problem mbetet largimi i të rinjve, duke harruar atë që natyra i ka falur kësaj zone tepër të veçantë. Turistët e shumt vendase të huaj e vizitojnë këtë zonë, ku kaltërsia e lumit të Devollit i jep asaj një pamje piktoreske.